Atëre, unë të shqip po flasë shqip. Se unë jam shqiptarë. Kam lindur në Vlorë. Shtëpia ime, unë nuk e gëzova Vlorën. Edhe gjithnjë Vlora, do më thëmë kanë qenë largë Vlorës, se është, unë them gjithnjë si shkruhet jeta e njeriut. Kështu është shkruar. Jeta e njeriut, them unë, shkruhet, ose shkruhet nga djalli, ose shkruhet nga Zoti. Edhe është e dorë shkruar kjo, o dorë shkrimi, shikojeni si doni këtë punë. Fëmiria ime ka qenë, nuk ja uroj asnjë fëmije. Ka qenë një shtëpi të veçuar midis Llakatundit e Mekatit. Kush janë ata të vjetër, e mbajnë mend, ka qenë një shtëpi midis Mekatit e Llakatundit, kalonte rruga, ku bënin karantin pulat. Do më thënë që bënin. Atje ka kaluar fëmiria ime. Edhe ka qenë një mëndzyrë e vërtet. Pse? Se kështu donte ai djalli Enver Hoxha. Disa i thonë Dio, po për mua është një djallë që unë doja shkërdhej atë kurvën, është një evgjit gjirokastre, kur thosh se baba im është i qetës plak të Vlorës. Por, hodhi syt edhe vajti edhe u martua, do më thënë, kur u plagos për herë të dytë, Zoti atë djalli e qoj në shtëpinë e gjyshes time. Tu. Nëna ime ka qenë 15 vjeçe. Baba im ka qenë 19 vjeç. Ishte në këtë dhomë, në katuar në shtëpisë time, ishte ndodhej në atë moment edhe një ushtar italian që kishte marrë, ajo kishte marrë shumë gjyshja ime, por që ndodhë në atë moment. Baba im kishte ardhur në darkë. Gjyshja ime ka qenë nga Ekali i Mallakasës, nga Fisi Alimerkaj. Nuk e di, o vëlla, o kushit të parë, Ahmet Haxhiu, çaj ka pasur Ahmet Haxhiu. Në rregull, shkëputem dhe mos të shkëputemi këtu. Mungonte thinja se do ishin larë robat. Unë zi moti, tregoj prindrit e mi tashi, unë zi moti. Edhe i tha gjyshja ime, po gjyshja ime ka qenë një zonjë vërtet në atë kohë. Ishte mikpritse. Kush trokiste në derën e saj, po ishte në zonën e Topalltis, në kohën e bythqirit e Enver Hoxha. Ishte një bythqir nga Gjirokastra, një evgjit mund të ishte. Që vrau edhe shokët e ti, që vrau edhe vëllezërit e ti, që vrau të gjithë, për të triumfuar piçka e Nexhmijës. Me vjullim tu!